në mënyrë që ndërveprimi të bëhet shumë automatik. Dhe kërkesat që vinë për informacion të jenë kërkesa që marrin përgjigje automatike përmes informacionit të vendosur në dispozicion në një burim siç është Transparent Albania, dhe aty nuk ka nevojë fare as për të futur komisionerin, as për të futur dikë tjetër në lojë për të marrë informacionin, por mund të aksesosh me njëherë nëpërmjet teknologjisë. Për të natyrisht na duhet të kemi kapacitete që ende nuk i kemi të digitalizimit dhe të rjetëzimit të aty për aty shumë të gjës që ndodh. Pra nëse gjatë ditës sot me institucioni prodhon X ndërveprime dhe nga ato X ndërveprime prodhon X rezultate, të gjitha rezultatet që janë të dokumentuara dhe të firmosura nga dikush në atë institucion futen automatikisht në burim. Dhe aty pastaj në burim futet kush doj dhe e merr informacionin. Dhe kështu nuk hym fare në diskutime, a është sekret, a është sekret, a është i publikueshëm, a është i publikueshëm, a janë dhëna personale, a janë dhëna personale, sepse ndarja bëhet që në burim, edhe besoj që 99% e problematikës së gotës gjysmëbosh zgjidhet dhe pastaj gota gjysmëbosh kuptohet, do vazhdoj jetën e vet dhe do ngrej zërin për hapësira të tjera ku mungon uji, po në këtë rast ne jemi këtu për këtë. Dhe ne nuk kemi nuk ka asnjë arsye për të qenë refuzues. Unë këtë e kam përsëritur vazhdimisht dhe përsëris. Progresi po ndodh, duhet më shumë absolutisht dhe në këtë pikë jemi dakord. Absolutisht. Në këtë pikë harmonia mes gjysmës plot dhe gjysmës bosh është e plot. Të jeni të sigurt dhe të sigurt, kështu që ne do bëjmë maksimumin të drejtim, sepse jo se jemi të mirë, po sepse është gjëra e dur që duhet bërë për punën e përbashkët dhe për vendin. Faleminderit.